الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تندرشم besimtar falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Mëshira Allah të qopi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. E transmeton Imam Buhariu një hadith në Sahihun e tij, edhe Imam Muslimi gjithashtu në Sahih. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Haqqul muslimi ala al-muslim, detyra, borxhi, haku i muslimanit ndaj muslimanit është me i dhënë selam në një, me u përgjigj në ftesë kur të thret, në dy, me vizitua kur është i smut, në tre, me u përgjigj kur të shtit të thot elhamdulillah, me i thonë yarhamukallah, katër, edhe kur të vdes me marrë pjesë në varrim. Këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend 5 detyra që i ka besimtari ndaj besimtarit, ose 5 borxhe, ose 5 obligime me të cilat Allah subhanahu wa taala ka ngarkuar gjithë secilin besimtar. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk e ngarkon askën për te mundësive që i ka. Pra kushdo që ka mundësi, duhet me u përgjigj besimtarëve, vëllezërve musliman, këto 5 gjona. Dhe çështja e parë në hadith ka ardhur çështja e selamit. Çështja e parë që ka ardhur në hadith, obligimi i parë, detyrimi i parë, është detyrimi i selamit. Me dhënë selam edhe me kthye selam. Rregullat e selamit janë të shumta, por ne po i përmendim vetëm disa mënyrë që të përfshijmë të 5 detyrimet që i ka besimtari për gjithë secilin besimtar. Jo rastisht Allahu subhanahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend selamin çështjen e parë, me dhënë dhe me u kthye njerëzve selam. Për shkak se nëpërmjet selamit përcaktohet imani, dhe nëpërmjet selamit eliminohet sherrri. Besimtarët, thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa. Muslimanët janë vllazni, dhe kur e përshëndesin me selam njëri tjetrin, është veçori e përshëndetjes së besimtarëve. Selami, përshëndetja me selam,
është veçori e përshëndetjes së besimtarëve. Vetëm besimtarët musliman përshëndeten me selam, kërkush tjetër. Dhe nëse e shifni në herë që dikush ankua pse po përshëndetni në gjuhën arabe, s'po përshëndetni në shqip, o thoj ti s'përshëndes me hiç se ti kafir, hiç ti mos e lër për këtë punë. Se sër selami për tyje, as ta japi tyje, as ta mormi, as kur gjë hiç. Selami është mes besimtarëve mes vete. Besimtarët mes vete kur përshëndeten me selam identifikohen me imanin e tyre, me besimin e tyre dhe sigurohen për njëri tjetrin. Ose duhet jetë kështu edhe pse njerëz e keq përdorin edhe dhënien e selamit edhe mos dhënien, por rregullat fetare janë kështu. Besimtarët identifikohen në mes vete me përshëndetjet e tyre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe kjo është përshëndetja e plot në hadithin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum në një transmetim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kushdo që thot i merr 10 shpërblime dhe nuk ka një përshëndetje në botë që ka shpërblim të Allahut pse e ke përshëndet njërin që ka sevape, përveç selamit. Dhe një përgjigje tjetër nëse na pyet dikush pse përshëndetni me selam e nuk përshëndetni ndryshe, përshëndetemi me marrë shpërblimin të Allahu jo subhanahu wa taala. Kjo është çështja. Një herë kushtot në përshëndetjen më të shkurtë selamu aleikum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë shpërblime, kushtot të selamu aleikum wa rahmatullahi ka 20, dhe kush e bën përshëndetjen e plotë selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, i ka 30 shpërblime të Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë është çështja e sigurisë, kushdo prej besimtarëve që i jep selam besimtarit tjetër, kurse përshëndetja assalamu aleikum don të thotë paqja, shpëtimi i Allahut subhanahu wa taala qoftë për juve. Siguria prej Allahut subhanahu wa taala dhe urdhave të Allahut që vinë mbi neve janë për juve. Nëse shpesh herë njerëz me qëllim ose me ignorancë e keq përkthejnë edhe çështjen e selamit edhe çështjen e islamit. Selami dhe islami do të thotë gjithçka që ka të bëjë me nënshtrimin dhe begatinë e paqen që rrjedh prej ligjeve të Allahut, e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo me keq përdor me i nënshtruar njerëzit ndaj fjalëve të njerëzve. Assalamu alaikum, çka është e lishme, e drejtë, e paqes, e nënshtrimit të gjitha, sikur ka thënë Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, që shtu i ki prej meje. Kjo është përshëndetja. Dhe kur thot kështu besimtari, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thonë el-muslimu men salima el-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Besimtarët ata të cilët as me durët e tyre, as me gjuhët e tyre nuk u bojnë keq besimtarëve të tjerë. Janë të sigurt, as nuk të bëj keq, as nuk të vjedhi, as nuk bëj zarar që ka mundësi më bëjnë nëpërmjet durve, as nuk bëjnë dhe të keqen që ka të bëjnë nëpërmjet gjuhës, me shpifa, me rreta, me tradhtua diçka tjetër për shkak se të kam thonë selamu aleikum ti për me je i sigurt. Ky është kuptimi i selamit, domethënë identifikimi me besim dhe garancia se nga ne besimtari nuk do të ketë të keqe as nga durët e tona, as nga gjuhët e tona, vetëm në atë që ka urdhëruar Allahu dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj për rregullave të selamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vlerësuar më të mirë atë i cili jep selam përpara. Edhe këtu në rregullat. Pastaj nëse dikush thot assalamu alaikum, ky që ja kthen nëse don me u barazu me të, për shkak se është ai i pari që ka dhënë selam, do të më ia kthye përshëndetjen me më shumë, mi thonë aleikum assalam wa rahmatullah, për shkak se ai ka filluar i pari, u bë më mirë se sa ti. Për mu barazu me të ti dush me ia kthime një përshëndetje më shtesë se sa që ka thonë ai. Edhe kjo ka qenë gara e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gara e gjeneratave të para, kurse për fat keq garat e muslimanëve sot kur ta në rrugë, ta këshyri thot, nëse më pa selam, pija pa dhone. Ko kënë mësu këta? Kush ka thonë kështu? Me prit besimtarit ta shoh. Nëse ai më jep selam, ja pa dhone. Se më duket diçka para një javë më ka këshyri shtrenjtë. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
i nxiste besimtarët që këta t'jenë të parë të cilët japin selam. Të japin selam atyre të cilët i njohin dhe atyre të cilët nuk i njohin. Do të thonë që i kanë familjar ose shok ose që nuk i kanë, vetëm se e din që është besimtar. Edhe do të më ugu cili për jep selam tjetrin më përpara, jo me prit ta shoh apo më jep ai mua, se nëse s'e më jep, mos më ka bë tekfir, nëse më ka bë këto, nëse s'e ka bë ato, më larguam musliman në rrugë kur takohen me njëri tjetrin. Këto është fillimi i devijimit dhe i shkatrimit daljes për rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe porosive të tij. Çështja e dytë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj për detyrimeve që i ka besimtari, ju përgjigj besimtarit tjetër kur ai të fton. Besimtarët në jetët e tyre kanë gëzime. Dhe gëzimet e tyre janë të përcaktuara në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma farratna fil kitabi min shay. Thot Allah subhanahu wa taala, nuk kemi lënë pas qaruar në Kur'an, në libër, në hadith, sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asnjë gjë. Të gjitha janë të sqaruara. Kur kanë besimtar gëzime, a kanë rregulla? Kur kanë dasma, a kanë rregulla? Kur kanë lindje fëmijëve, a kanë rregulla? Kur kanë fejesa, a kanë rregulla? Kur arrin doni begatia, kanë rregulla? Kur të gjitha gëzimet që i ka besimtari në jetën e vet, Allah subhanahu wa taala në shariatin e tij i ka përcaktuar se si duhet të jenë ato. Dhe kushdo prej besimtarëve që i thret besimtarët e tjerë ndasme ose në ndonjë gëzim tjetër familjar, është detyrë nëse ka mundësi më u përgjigj. Kur besimtari e thirr një besimtar në ndonjë prej gëzimeve që i ka, është detyrë besimtarëve më u përgjigj nëse kanë mundësi. Dhe nëse s'kan mundësi, duhet me dhënë arsyetim. Me thonë ty Allah shpërblet që më ke thirr, por unë nuk mundem më marr për shkak kësaj çështje. Thonë çështja të më konë sqaruar për shkak se fitneja, zarari, sherrri hin edhe në këtë pikë. Ai kur konë ku kom pas gëzim s'u ka ardhur. Tash kur e thirr ky do ta sulësi shkoj atina. Thonë çështu shkon tu sill, masanen atë. Kur kom pasën e vdekja ai s'ka ardhur, si shkojnë atina. Unë alën ato të cilat janë gëzime, unë alën ato të cilat janë fatkeqësi, unë alën ai që është selam, unë kam me metë më lidhje mes besimtarëve. Pra besimtari ka detyrë me u përgjigj besimtarit tjetër nëse e thret në gëzimet e tij, nëse ka mundësi, dhe nëse s'ka mundësi duhet me i shpjegue për shkak se nuk ka mundësi me ardh për një arsye të fortë, të qëndrueshme. Dhe këto është një pikë tjetër që është me rëndësi. Në çdo gëzim i cili është i përfshirë me haram, në atë gëzim është haram me shku, jo se duhet me shku. Ka ai gëzim po ka me alkool, ka me haram, me përzime, me këthir, falënderit që më këthir, por nuk ka mundësi marrë se gëzimin e kinë kundërshtim me atë që ka thonë Allah dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk është marrë me a thonë njerëzve kështu. Mos me met ata në huti pse s'puna vinë këta, o nas po vinë për shkak se ti e të e bo keq në kundërshtim me atë që ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ta bësh sipas rregullave, se ne përmendëm në fillim se nuk ka gëzim as mërzi që i godet besimtarëve se i ka rregullat se si duhet me u ballafaqu me të. Qysh duhet me bë dashme, qysh duhet me bë fejese, qysh duhet me bë akike, qysh duhet me bë kur mrin diçka, kur gjitha që ti jep Allah subhanahu wa taala e ka në rregullat e veta dhe mërzit dhe kushdo që i bën sipas rregullave është detyrim me u përgjigj, e nëse s'kemi mundësi me u përgjigj duhet me u arsyetuar, me i shpjeguar vëllau besimtar se nuk ka mundësi marrë këtë çështje për shkak se kësaj arsye. Çështja e tretë që besimtari ka detyrë për besimtarin tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të shtit edhe të thotë elhamdulillah, me akthye me thoni yarhamukallah. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allah subhanahu wa taala e dëshiron ose Allah subhanahu wa taala e don kur besimtari të shtit. E tashmja, të shtitja është vepër që e bën biri Ademit, të cilën e don Allah subhanahu wa taala. Kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala nuk e don kur besimtari ja hap gojen, sikur na hapet goja për gjumë. Të shtitja është një vepër të cilën e don Allah subhanahu wa taala. Edhe kushdo që të shtit e ka për detyrë me thonë elhamdulillah, falëndërimi tek Allahu.
Dhe kujdo që i hapet goja, e ka për detyrë sa të kenë mundësi me nalë mos me hap, e nëse është e pamundur me nalë mos me hap gojën, të paktën me qitën dorën përpara gojës edhe mos me lëshu zonë, për shkak se në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur e hap gojën robi edhe qetëzo, iblisi, shejtani kjeshtët e këmquë me ba si magarë, dhe për me për ngjallë, edhe hap gojën edhe për tet ta mund bash magarë. Këtë nuk e dënë Allah subhanahu wa ta'ala, kurse të shtitën e dënë Allah subhanahu wa ta'ala dhe i ka ordnu besimtar me thonë alhamdulillah. Kur të shtit njëri u tut me thonë alhamdulillah me zot që e nin njerëzit e tjerë, nuk lejohet me thonë alhamdulillah në heshtje. Të shtit thu alhamdulillah me të ndëgju njerëzit që ka thonë alhamdulillah në mënyrë që ata me ta kthye yarhamukallah që në gjuhën shqipe dhe me thonë Allah subhanahu wa ta'ala të mëshiroft. Që të shtitët alhamdulillah, falënderimi të kënë Allah, ata të cilët e ndëgjojnë e kanë obligim me i thonë, yarhamukallah, Allah të mëshiroft. Dhe nëse dikush të shtitë dhe nuk thot alhamdulillah, ne nuk lejohet me i thonë ati yarhamukallah. Nëse dikush të shtitë dhe thot alhamdulillah, por nuk e nin kërkosh, ne nuk lejohet me i thonë ati yarhamukallah. Derisa nuk e ndëgjojmë me veshët e tonë se ka thonë alhamdulillah, ai që ka të shtit, atëherë ne e kthejmë yarhamukallah. Dhe për çudi edhe në këtë çështje, njerëz të cilëve u pengon drita e Allahut, libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e në komunizëm e në çështje tjera e munduar me e zëvendësua dhe këtë me diçka tjetër. Kur të shtit besimtari shnet, çfarë shneti? Ku ky pa këtë shneti? Ku ki lexue? Kush është ky rregull? Kush e ka vendosur që kur të shtit dikush më thon shnet? Tanë ky është shnet paç. Këtë në rregullat që i ka vendosur shariati. Kushdo që i zaventson rregullat e shariatit me rregullat e tjera, del prej fesë Allah subhanahu wa taala dhe nëse çështja duket e thjeshtë. Kushdo që i zaventson rregullat që i ka vendosur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, del prej fesë islame edhe nëse çështja që cilën zaventson është çështja e thjeshtë. Nuk duket shikim parë është e madhe kur tesha me thonë alhamdulillah, me thonë shnet, ama në çështjet e besimit është shumë e madhe. Kush ka thonë që duhet me thonë alhamdulillah mas të shtimes, edhe kush ka thonë se duhet me thonë shnet mas të shtimes, duhet çështja e parë. Atëherë, besimtari kur të shtit të thotë alhamdulillah, besimtarët e tjerë të cilët e ndëgjojnë e kanë për detyrë me thonë yarhamukallah. Çështja e katërt thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për detyrave të besimtarit, ndaj besimtarit tjetër është kur smuhet me shku me vizitu. Dhe vizita e smurit është ibadet në vete, ibadet për ibadeteve. Në hadithet të sakta dhe hadithet është kutsi, thotë Allah subhanahu wa taala i thotë robit vetë, o robi jam, unë më kon prej shkurt vetëm pjesa që dojmë me shpjeguar këtë hadith, unë më kon i smut ti nuk më ke vizitu. Dhe robi thotë o Allah, ditën e Kiametit ti qysh më të vizitu në ty e se ti e Allah. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk smuhet. Thotë Allahu kon i smur filan robi jam, me pashkue me vizitua atem kishe gjithë mua aty. Dhe më thonë se Allah subhanahu wa taala është tek i smuri duke e pa smurin dhe duke i pa njerëz cilët shkojnë me vizitua atë. Dhe ata cilët shkojnë me vizitu smurin kanë shpërblim të Allah subhanahu wa taala sikur me bë ibadet për shkak se kjo është ibadet i llojit vet. Vizita e smurit pasaj ka shumë dobi edhe për smurin e për atë që është gjallë. Për atë që është i smut është mirë me përkujtue se smunja mund me të quhet edhe të vdekja. Dhe vdekja është përfundimi i kësaj bote, ma mbyllet gjithçka për ty. Atëherë mu pendua para se me ardh vdekja. Smundja është rahmeteve të Allah subhanahu wa taala për besimtarin para vdekjes. Besimtari nuk është mirë me vdek pa u qenë i smut. Më e mira e të mirës është besimtarët me u smue para vdekjes dhe me u kthy, me u pendue për gjitha mëkatet që i kanë bërë, dhe kjo smundje bëhet sebeb që ai del ditën e Kiametit te Allahu i pastër. Se sa më zon vdekjen befasi, Allahu na ruaj, edhe se nëse e zë vdekjen befasi besimtarin nuk gjykohet as me gjatë keqe, por në rregullat praktike ai i cili smuhet ka afat me u pendue te Allahu. Ai i cili vdes befasisht nuk i s'ka ku me u pendue te Allahu subhanahu wa taala. Tash kur e viziton një besimtar, ja përkujton
pendimin dhe kthimin te Allahu, dhe ai që i shëndosh kur e viziton smutin, e shef se edhe ky ka më kaluar gjatë jetës vet në këtë periudhë, për shkak se kjo është rregulli me të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka ngarkuar njerëzimin. Çështja e fundit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me marr pjesë në varrim besimtarëve. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kushdo që e fal namazin në një xhenozë besimtar e ka shpërblimin sa kodra e Uhudit ari. Dhe kushdo që merr pjesë pastaj edhe në varrim e ka shpërblimin sa 2 kodra të Uhudit ari, një për shkak të xhenozës, falës namazit, edhe një tjetër për shkak që ka marr pjesë në varrim. Ecja, duat, lutjet të gjitha janë ibadet dhe për to më shpërblim njeriu te Allahu subhanahu wa taala. Këto janë 5 çështje të cilat duhet me i pas parasysh besimtarët. Ka dhe obligime të tjera, por kjo është hadithi Imam Buhariu Sahih dhe hadithi Imam Muslimit, të cilat i ka përmbledh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 5 prej tyre me i dhënë selam njëri tjetrit, me u përgjigj në ftesa, me i thonë yarhamukallah kur të shtitë dhe thotë alhamdulillah, me vizitua kur është i smut, edhe kur kanë besimtar vdekje me marr pjesë në xhenozat e tyre dhe në varrimet e tyre. Wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafur.